Përshëndetje, si jeni? Sa ditë e bukur që është ty përshëndes pak. Prit. Ja, po pi kafen me këtë pamje, por mendova pse jo? Sikur ti kam pak ethe, prandaj jam veshur kështu. Kam pak si ethe, ndoshta do më kap dhe mua kjo gjëja që kaloj vajza. Dhe mendova, po siguro jona, të bësh një reflektim live. Dhe mendja po më thoshte, po ti ke më shumë se 5 muaj pa hyrë live, po andej po këtej. Dhe I thash mendjes, po ti e fa ty e na cici. Ti ajo që bën live dhe pa ta ndjerë fare çfarë thua. Mbyll komentat e shpalos zemrën, mendimet, çdo gjë. Kështu që 5 4 3 2 1 e hapa live-in. Në ato moment tufa me zonja me gra ulën për kafe. Ishin të lumbra, ku të ulemi aty, të ulemi këtu të shkretat. Pi një kafe me njëra tjetër, mire bëjnë. E kështu që ndryshova vend, jam këtu brenda. Do flasim për ca gjëra shumë të bukura, se kështu nisëm me të qeshur, po ato reflektimet që un kam për momentin që luhen në mendjen time prej disa ditësh janë goxha të fuqishme. Edhe ndoshta nuk janë kaq shumë të shoqëruara me buzëqeshje. Çfarë vëre unë kohët e fundit është kjo? Te vetja ime, çka kam vëre te vetja, do flas gjithmonë me veten, sepse është shumë e rëndësishme unë të bisedoj me atë fëmijën brenda meje, ose të bisedoj me atë jonën e të ardhme shumë të fuqishme që unë shikoj dhe po punoj për të arritur aty. Mund të kem ndoshta ndjeksa të rinj që s'është se më njohin edhe mendojnë që unë jam një vajzë kaq e ëmbël, kaq e urtë, edhe mund të bëjnë lloj-lloj komentesh, por koktulat, ata që kanë dhiam në vend të trurit, I kam shumë bezdite I bëj blok. Kështu që dukem shumë e ëmbël, por nuk jam aq e ëmbël, e kam pak më të hidhur gojën se sa mund të mendosh ti. Kështu që komentet e çuditshme në një moment të ty do ju bëj blok. Se nuk më ndihen sa veta më bëjnë follow. Unë jam këtu për të shpërndar pozitivitet dhe nëse njerëzit që futen në like, futen në komente dhe shikojnë sa idiota që nuk kanë ç'a bëjnë dhe komentojnë budalliqe dhe nuk ndihen rehat, nuk dua. Unë ndihem rehat dhe në komentet tuaja, se kam problem. Kështu që budallënjtë të dalin dhe të qëndrojnë ata që vërtet e din kush unë jam, dhe kanë vite që hecin me mua në këtë rrugtim. Çka ka ndodhur muajt e fundit? Çka ka ndodhur muajt e fundit, javët e fundit? Çka ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur me energjinë kolektive? Çfarë ka ndodhur me evolimin shpirtëror të njerëzve këtu në tokë? Ja të mbyll pa komente. Çfarë ka ndodhur? Drita është tkurrur. Fatkeqësisht është mbledhur pak. Njerëzit që kanë dritë në zemrën e tyre, fatkeqësisht janë ndikuar nga errësira. Dikush e ka pas në familje, një person negativ, narcistik, toksik, një person që është munduar t'ja zvogëloj dritën, që është munduar t'a bëjë të ndihen ëndrat e veta si diçka e zakonshme. Dikush mund të ketë pas bashkëshortin, personin që ka në krah, dikush prindin, dikush motrën ose vllajin, dikush dikët e vendi punës. Pra çdo njeri që është shpirt I pastër dhe që ka dritë në zemrën e tij, në një mënyrë apo në një tjetër, jemi ndikuar nga negativiteti përreth. Por negativiteti përreth nuk ka pas qëllim që ne të zvogëlonim dritën, por që ne ta zmadhonim, ta fuqizonim, të rriteshim më shumë. Nëse ne nuk do ngacmoheshim vazhdimisht nga këta persona, si do rriteshim ne? Nuk kemi se si të rritemi, dhe çka kam kuptuar me veten time është kjo, jam zhgënjur shumë gjatë kësaj vere nga shumë njerëz, sepse kam qenë ende jo aq e pjekur emocionalisht. Edhe pse kam 5 vite që jam mentore dhe kam punuar shumë me vete, na besoni që këto mësime shpirtërore që unë kam marrë gjatë 3 muajve të verës ka qenë të një niveli shumë të lartë. Shumë niveli lartë I zhvillimit të vetes. Nuk e di muzika ju shqetëson apo jo. Ndoshta do ju kërkoj ta ulim pak muzikën, por kam kuptuar që sa më shumë ta viktimizojmë në veten tonë,
aq më shumë japim të drejtë errësirës. Sa më shumë dikush që të bën të ndihesh keq dhe mundoj të ta zvogëloj dritën të debatosh me të, ti thuash, po pse ti je kështu? Po pse nuk beson te unë? Sa më shumë të kërkosh të drejtën te dikush që nuk të vlerëson, aq më shumë e zvogëlon dritën tënde dhe ngelesh mbrapa. E di që ti lëndohesh. E di që ti ke të drejtë. E di që ti e meriton të ndihesh e dëgjuar, e mbështetur, e suportuar, të duan pa kushte, por nëse askush nuk e bën në rrethin tënd këtë gjë, ti nuk do viktimizohesh, ti nuk do e marrësh personale këtë gjë, ti do ecësh para. Pavarësisht se shumë njerëz mund të ulin me ironi, shumë njerëz mund të ta bëjnë të vështirë përditshmërinë si personi që ke në krah. Shumë njerëz mund të ta bëjnë shumë të vështirë rrugtimin drejt realizimit të ëndrave si prindrit e tu. Kjo nuk do të thotë që ti do thuash pse ma bëjnë këtë gjë, unë jam viktima, pse më ndodh këtë gjë. Jo. Asnjëherë nuk do viktimizosh veten, sepse sapo ju ke dhënë të drejtë atyre. E di se si do jesh ti në rrugtimin e jetës, në këtë rrugtim që ti fuqizon veten tënde, në këtë rrugtim që ti arrin të realizosh ëndrat e tua, do jesh si një robot. Nuk do marrësh asgjë personale, nuk do debatosh kurrë me këta njerëz sepse janë vampirë energjie, ta thithin energjinë, dhe asnjëherë nuk do ta shikosh veten me keqardhje. Këtë që kam bërë gjatë verës shumë herë. Shumë herë dilja në balkon, edhe kisha këtë ndjesi që më vinte për të qarë. Pse nuk kuptohem unë. Çështja ime ka qenë shumë më sfiduese sepse ka pas të bëj me vajzën. Do me thënë, që kur ka marrë diagnozën e autizmit të vajzës, atë deri tani, ndoshta edhe më herët se ta merrja diagnozën, asnjëherë nuk jam kuptuar. Do me thënë, gjyna ka qenë bashkëshorti im, gjyna ka qenë vajza patjetër, gjyna kanë qenë gjithë njerëzit e tjerë që ju dhimbte shpirti, ndërsa unë isha kuçedra. Sepse unë luftoja, unë nuk zvarritesha që të... Në lidhje me vajzën nuk kam luftuar çdo sekond, por njerëzit duan të shikojnë që të qash, ç'më gjeti mua, andeje këtej, po pse më ndodhi mua, të zvarritemi nga pak. Njerëzit duan të zvarritesh, që të japin pak dëmshuri dhe dashuri, jo më vjen keq. Nëse ti mua dashuri dhe dëmshuri nuk ma jep, kur unë jam me fuqinë time, unë me kushte nuk e dua. Dhe unë kam qenë e keqja në gjithçka, sepse unë kam marrë vendime të fuqishme. Unë nuk jam zvarritur. Unë kam fshirë lotë 2 sekonda dhe kam hec para. Por njerëzit nuk duan këtë gjë, nuk duan forcë, sepse ju ngacmon pa mundësinë e tyre për të shkëlqyer. Kur ti ke forcë, ju ngacmon errësirën dhe embelizmin, pa aftësinë e tyre. Dhe unë kam qenë gjithmonë e keqja. Dhe dilja në balkon dhe qaja dhe thoja, po pse njerëzit ashtu çupe? Zgjo Jona, çfarë po bën? Kujto leksionet e tua, kujto çfarë ke thënë ti vetes. Çfarë je duke thënë, çfarë po bën? Njerëzit patjetër që do të shikojnë ty në këtë lloj forme, sepse nuk e kuptojnë forcën tënde, sepse nuk kanë inteligjencë emocionale të kuptojnë që kur një njeri vuan shumë, mësohet me këtë dhimbje dhe vendos të shkëlqej, se dreqi e mori nuk do zvarritemi gjithë jetën. Po njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë. Kështu që Jona ti ec para, je gjallë, ec para. Puno me projekte të reja, puno me fëmijën tënd, puno me veten mbi të gjitha. Sepse njerëzit presin që kur ti ke një fëmijë me autizëm apo një fëmijë që ka një problem të caktuar, ti të heqësh dorë nga vetja jote dhe nga jeta jote. Presin të shikojnë si një zhele të zvarritesh rrugëve. Të pakrehur, të lënë bazdore, sikurse unë e bëra atë gjë. E bëra për pak javë. Por jo. Ti duhet të tregosh fëmijës tënd që nuk është një barr për ty. Ti duhet të tregosh fëmijës tënd të brendshëm që ti e ke forcën të shkëlqesh mbas çdo sfide. Dhe është okay, sepse shumë nga ju, me mesazhet që më kanë dërguar, janë sfiduar shumë këtë muaj të fundit. Dhe sfida më e madhe nuk është problemi aktual që po të ndodh. Sfida më e madhe është të përballesh me njerëzit që nuk të kuptojnë dhimbjen. Sfida më e madhe është të mundohesh të flasësh me fjalë zemre, me dashuri, për te jegos, njeriu që ke në krah, prindërve, njerëzve që të rrethojnë dhe të thua, shiko se mua kjo gjë më dhem, por kam vendosur të eci para me forcë. Jo, nuk të kuptojnë. Pra sfida më e madhe në jetë është që ti duhet të shpjegosh zemrën tënde dikujt që supozohet duhet të të kuptoj, pa fjalë. Kjo është sfida më e madhe. Dhe këtë gjë e ke kaluar ti gjatë këtyre muajve të fundit. Prandaj dua të të rikujtoj me gjithë zemër dhe ta premtoj këtë gjë. Për sa kohë ti nuk I merr gjërat personale dhe I shikon në mënyrë robotike,
Për sa kohë ti nuk e shikon veten si viktim, po e shikon si një projekt në ndërtim e sipër, në zhvillim e sipër, ke për ta parë se sa para do ecësh në jetë. Mos i merr gjërat personale, edhe sikur të gjithë të braktisin, edhe sikur të gjithë të heqin dorë nga ty. Je ti këtu për veten tënde. Unë jam në një kafe vetëm tani. Dhe këtë shoqërinë e vetes time kam pasur për muaj e muaj me radhë. Nuk më gjeti asgjë. Askush nuk është këtu të më kuptoj zemrën mua, apo mendjen. Mendja ime është formulë që nuk zgjidhet për shumicën e njerëzve. Mendja ime nuk është mirë për shumicën e njerëzve. Vizioni që unë kam për jetën nuk është normal për shumicën e njerëzve. Po çfarë do thotë kjo, që do heq dorën, se vendos ti të më bësh unfollow, apo personi që unë kam në krah, apo prindrit apo njerëzit që më rrethojnë? Më mirë vjen një alien i çuditshëm në paqe me veten. Se sa ti jemi një njerëz zakonshëm që të gjithë bien dakord me mua, po të qaj çdo ditë te balkoni. Jo. Prandaj dua të ta rikujtoj këtë gjë. Fokusohu shumë te vetja jote. Nuk më intereson çfarë sfide ke në jetë. Nuk më intereson. Thjesht merre kontrollin e mendjes. Kur mendja të thotë po çfarë do bësh gjithë jetën ti me këtë sfidë, po pse andej po? Jo. Thuaj mendjes, unë nuk jam viktima. Merre kontrollin, unë nuk jam viktima. Unë jam ajo që marr vendime për jetën time. Është normale të më sulmojnë në thonjza, sepse ata njerëz nuk të sulmojnë. Ata të ndihmojnë të rritesh. Është normale mos të më kuptojnë, është normale të më braktisin, por nuk është normale ta braktisun veten. Nuk është normale ta braktisësh ti veten. Këtë mbaj mend. Ka dy grupe njerëzish në këtë jetë. Është ai grupi shumë i vogël që ka pak njerëz, të cilët janë sfiduar shumë, por kanë vendosur që ende të japin dashuri, ende të mirëkuptojnë të tjerët. Madje të mirëkuptojnë dhe atë që i sulmon dhe që nuk i kupton. Është ai grupi më i madh turma që janë në një hipnozë kolektive, që fatkeqësisht aty mund të bëj pjesë dhe familja jote, dhe personi që ti ke në krah, dhe shumica njerëzve që të rrethojnë në përditshmëri. Po them fatkeqësisht, por ja që ti je drita, e ke zgjedh vetë në kontratën tënde, por qëndrojnë të dy grupet, dhe ky grup i madh, turma, shumica, e ka pjesë të programit të vetë të përditshëm që të thithi energji, sepse nuk ka energji që t'i buroj nga brenda, nuk ka. Janë njerëz të cilët justifikohen, nuk veprojnë, nuk evolojnë, nuk ecin para, ëndrat, nuk e din çfarë janë ëndrat. Sforcimi vetes të sakrifikosh gjumin apo rehatin tënde, as që bëhet fjalë, ku i vjen gjumë, mbështeten aty ku janë, nuk duan t'ja din. Dhe ky grup përpiqet të uli këtë grupin e vogël që shkëlqen shumë dhe është dritë e fortë, sepse sa më shumë të shkëlqesh ti që jetë ky grup i vogël, më shumë hedh dritë aty te ata që zvarriten, por nuk ka interes ky grup që ti të hedhësh dritë. Por, ka gjithmonë një por, detyra jonë në këtë jetë nuk është që të zgjojmë të gjithë njerëzit. Detyra jonë në këtë jetë është që t'i ofroj vetes ato çfarë na do zemra, dhe ta bëj me integritet, me dashuri për veten dhe të tjerët dhe me respekt. Të respektojmë dhe limitet e të tjerëve. Qoftë edhe ata ati që ne na braktis. Është shumë e rëndësishme të kuptosh çfarë qëndrimi kanë të tjerët ndaj teje dhe mos u mundo ta ndryshosh këtë gjë. Nëse dikush të braktis, ky është qëndrimi që ka. Mos u mundo ta manipulosh veten duke i thënë në mendje që po jo se ka qenë i stresuar, po jo, të gjithë kemi qenë të stresuar. Unë kur jam e stresuar nuk sulmoj njerëz, sulmoj veten. Unë kur jam e stresuar, lidhem me Zotin. Unë kur jam e stresuar, u lëras pse mua, nuk shkoj të stresoj të tjerët. Kështu që mos justifiko asnjë person që të braktis, të ul, të bën që të ndihesh keq me veten. Mos e justifiko. Dikush e tregon qëndrimin që ka ndaj teje në sjellje, në veprime. Prandaj është shumë e rëndësishme të fokusohemi te vetja jonë të ecim para. Mos i merr gjërat personale. Është çdo gjë plani e universit, i Zotit. Është çdo gjë pjesë e një loje shumë të madhe që ne nuk arrim ta shikojmë kur jemi në këtë dimension, por luhet, edhe tani po luhet ajo lojë. Dhe detyra ime është që në këtë live të shpëndaj sa më shumë dritë dhe të jem vetvetja. Dhe kam fituar atë lojë në këtë një live që bëj. Është një lojë shumë e madhe ku ti duhet të evolosh. Duhet të kapërcesh pengesat. Duhet të kapërcesh zhgënjimet, duhet të kapërcesh dhimbjen dhe ta bësh me dritë në sy.
Mos u bëj një egoist më shumë në këtë botë kur të gjithë shikojnë prapanicën e vet. Mos u bëj një egoist më shumë në këtë botë kur të gjithë e lidhin çdo gjë me përfitim. Askush nuk di të japi, thjesht të japi, që ti buroj nga zemra. Të gjithë presin çfarë do mbarë në shkëmbim. Universi asnjëherë ty nuk të jep më shumë se sa ke dhënë. Kështu që gjithmonë do e mbajmë zemrën të hapur, dritën ndezur dhe një mendje që do punoj një projekt në përpunime sipër, në përmirësime sipër. Mendja jonë duhet të ndryshojë, të pastrohet vazhdimisht. Shumë e rëndësishme. Mos u ndikon nga njerëzit të cilët ironizojnë zgjedhjet e tua në jetë. Janë po ata njerëz që kontrollojnë xhepat për 200 darka më shumë kur ti ke lirinë tënde financiare. Janë po ata njerëz që presin nga burri që t'i japin ndonjë lek të bëjnë pazaret kur ti ke lirinë financiare nuk pret nga askush. Ata njerëz që të ironizojnë ty janë po ata njerëz të cilët se kanë provuar ndonjëherë atë lirinë e një projekti të përfunduar që wow, ja dola, e bëra unë për veten time. Janë po ata njerëz që ironizojnë suksesin tënd. Fokusohu ti te vetja jote. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta duam veten. Të shpërndajnë dritën tonë. Sa këngë e bukur. Tani keni ndonjë pyetje shpejt? Unë do ta ruaj këtë live sepse e di që shumë njerëz janë në punë, nuk e di, janë të zënë në këtë orë, kështu që ta ndjekin më vonë. Keni ndonjë pyetje? Faleminderit shumë. Violeta më vjen mirë e dashur, të përshëndes. Dikush thot, shpesh herë nuk mundem të mendoj as për djalin, pra, po nuk e di, duhet të kesh shkruar po. Ndihem shpesh e bllokuar emocionalisht dhe nuk mund të mendoj as për djalin. E kam kaluar atë fazë që të duket sikur as fëmia nuk t'i jep arsye për të luftuar edhe për të çuar, por duhet të dish diçka. Prandaj u them gjithmonë që nis nga brenda çdo gjë nga ne, se vetëm se ti je prind nuk do të thotë që fëmia do jetë arsyeja vetme që ti të çosh të luftosh, sepse vjen një moment që fëmia ikën, shikon jetën e vet, i bie që ti ngelesh bosh dhe jeta jote nuk ka kuptim. Prandaj duhet të gjesh diçka në brendësinë tënde, një pse shumë të fortë që ka të bëjë pak me fëmijën, pak me ëndrat e tua, pak me të ardhmen e bukur që do krijosh, që të t'japi forcë çdo ditë të çohesh. Pra ti je një individ i lirë, para se ti jesh nën, është shumë e rëndësishme të zbulosh atë pasurinë thesarin brenda teje, në mënyrë që të shkëlqej aq fort sa ta ndriçojë dhe fëmijën tënd. Besoj më kupton çfarë dua të them. Si të shpëtosh nga një person toksik që të rri gjithkohë mbi kokë, këta persona ndikojnë pastaj edhe kur ata s'janë më me ty. Kur s'janë më me ty, është tjetër gjë, është procesi i shërimit që ti arrin ta shërosh veten, ta pastrosh veten dhe je shumë e qetë. Por kur i ke aty dhe të rrin mbi kokë, të marrin fuqinë tënde personale, të marrin energjinë tënde dhe nuk të lën hapësirë që ti të dëgjosh zërin e brendshëm, nuk të lën hapësirë që ti të veprosh, të hedhësh hapa konkret sipas asaj që ti ndihen, kështu që është shumë e rëndësishme të distancohesh fizikisht. Është shumë e vështirë kur është marrëdhënie në çift. Dhe aq më tepër kur keni ndonjë fëmijë që ka problem, që duhet të jesh aty për fëmijën, e di që është e vështirë, por do përpiqesh të krijosh hapësirë gjatë ditës që të jesh vetëm pa atë, në mënyrë që të jesh pak më e qetë edhe më e lirë.
Jana, të lutem, ka braktisur shumë shoqëria, por si gjithmonë, fajin, ja lija vetes time sepse mendoja se të gjithë nuk janë të këqinj. Le të themi mendoja se ka diçka te unë që nuk shkon, nuk di si ta mbaj. Por ky live më ndryshoi mendim. Nuk ka njerëz të mirë dhe njerëz të këqinj. Ka njerëz të vetëdijshëm dhe njerëz robotik në hipnozën kolektive. Ka njerëz që në ADN-n e tyre kanë më shumë kode drite dhe ka nga ata që kanë më pak. Ka njerëz që janë shpirt i pastër dhe ka njerëz që janë qenie më robotike, që kanë thjesht energji boshe dhe jo energji që vjen nga burimi, nga source, nga krijuesi. Pra duhet i ndajmë gjërat dhe ne përkthejmë në gjuhën e thjesht popullore dhe në përditshmëri si njerëz të ligj dhe njerëz të mirë. Një njeri i mirë që ne e quajmë të mirë ka dritë, shkëlqen drita e tij që e pasqyron aty mirësinë. Dhe një njeri i keq është thjesht energjia e tij boshe pa dritë që pasqyrohet aty jashtë në veprime egoiste, narcistike që ne themi është i keq. Prandaj, larg njerëzve që janë të pavetëdijshëm për veprimet e tyre, sepse gjithmonë ata janë viktima, gjithmonë ata janë në rregull, gjithmonë ata të sulmojnë. Dhe kur them larg, më besoni që është shumë e vështirë të mbash larg, sidomos kur jeton në një ambient që fizikisht i ke afër, sidomos kur je në Shqipëri, ose edhe kur je jashtë në emigrim që jeton në një lagje me të gjithë bashkë, është e vështirë. Gjëja më ideale do ishte të mbash larg këta persona. E di që është e vështirë ndonjëherë. Se po mendoj për veten time, kam shumë të tillë vërdall. Artila, të falenderoj shumë për komentin. Jon atje grua dhe mami e fortë dhe mrekullueshme. Faleminderit shumë. E mrekullueshme nuk e di nëse jam. Jam çdo ditë duke vëzhguar veten, duke u munduar ta përmirësoj veten time, jam çdo ditë duke u munduar ta mirë kuptoj veten time për ato gjërat që ndoshta nuk i bëj siç duhen bër, ose ndoshta i kam bër në nxitime sipër ose gjëra impulsive, pa shumë inteligjencë emocionale, pa shumë maturi mendore. Por jam njeri, kështu që jam në përmirësim e sipër. E rëndësishme është që nuk kam lënduar askënd, sepse kjo është pjesa më e vështirë. Kur ti lëndon njerëzit e tjerë, është normale që në faza të ndryshme të jetës të kalojmë në periudha tranzicioni emocional, mendor, shpirtëror. Dhe shumë persona e mbajnë këtë gjë të fshehtë. Unë kisha dy zgjedhje në fakt në 2024. Ose ta mbaja të fshehtë këtë gjë, ose ta pasqyroja çdo ditë duke bërë video, pra ta vazhdoja çdo gjë normalisht ashtu si ishte, dhe ta lejoja energjinë time të re, që ishte goxha energji e sforcuar, ta lejoja të dilte ashtu si ishte. Pra ose të fshihesha nga bota, nga ju, dhe të prisja disa muaj dhe të dilja e freskët, sikur asgjë nuk ishte ndodhur, ose të dilja çdo ditë ashtu si isha te ju, dhe t'jepja mundësi vetes që mos të fshihe më ndaj askujt. Dhe unë bëra këtë. Dola hapur, po ka shumë njerëz të tjerë që kanë rolin e udhëheqësve shpirtëror, të mentorëve që e bëjnë këtë gjë në privatësinë e tyre dhe ju them bravo ju qoftë. Nuk e di si arrin ta bëjnë, por unë për veten time nuk mbaj dot me gjëra të fshehta, sidomos kur jam duke punuar me veten. Kështu që nuk e di nëse jam e mrekullueshme apo jo, jam një njeri thjesht që mundohem çdo ditë të eci para me zhvillimin e vajzës, sepse nuk dua të lë një etiketim si autizmi, apo të lë një etiketim si ankthi apo depresioni që unë kam kaluar para 5 vitesh, që të më mbajnë mua peng jetën time. Jo, absolutisht. Unë do jetoj një jetë plotë të përmbushur, fëmia im do jetoj një jetë plotë të përmbushur, kjo është normalja jonë, këto janë kushtet tona dhe kjo mua nuk më bën më pak edhe ty më shumë. Jemi të barabartë në këtë jetë dhe secili fundja të jetoj jetën e tij. Se në mbrëmje nuk vite shtëpia jote dhe ti nuk vjen te shtëpia ime. Jemi secili në shtëpinë e vet. Kemi në dorë të shpërndajmë dritë për aq kohë sa ne duan ta bëjmë. Kemi mundësi dhe jemi në kohë që të shpërndajmë vërtetësinë tonë për aq kohë sa ne ndihemi gati ta bëjmë. Por për atë moment mos të shpërndajmë helmin që na shkakton jeta dhe sfidat e jetës. Si një qenie shpirtërore ti je alkimist. Unë jam alkimiste, kemi mundësinë që çdo dhimbje, çdo sfidë ta kthejmë në dashuri, ta shoqërojmë me një shpjegim të caktuar, të reflektojmë veten, të përpunojmë emocionet tona dhe të japim një shpjegim, që pas atij shpjegimin e sërish ngrihemi lart në nivel energjie. Ela Gjesi, përshëndetje e dashur, ka pak që të ndjek dhe pse videot më dilin në Instagram, jep një energji pozitive kur të dëgjoj e shumë e mirë. Ku mund të gjej librat e tu? Jam e lumtur që je këtu, edhe faleminderit për besimin që ke bërë follow në radhë parë, pastaj edhe për librat, sepse të ndjekësh dikën në rrjetet sociale do të thotë që ti jep akses atij personi që të hyjë në përditshmërinë tënde për ditë, dhe përderisa ti e ke lejuar këtë gjë do të thotë që ti e vlerëson energjinë time. Librat mund t'i porositësh te numri WhatsApp-it e profili këtu, te Instagrami im duke kontaktuar në privat, janë me ulje. Deri në datën 15 tetor janë me shumë ulje çmimi, kështu që
Për mua është kënaqësi dhe privilegj që ti do mbash në dorë librat e mi dhe do i lexosh dhe do të shoqëroj në ato rutinën e mëngjesit ose rutinën tënde të mbrëmjes. Liza thot, si ja bën ti është kaq e vendosur? Liza, unë nuk e di sa kohë që më ndjek. Por jeta ime nuk ka qenë shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, shumë e bukur. Nuk ka qenë e bukur. Jam ndjerë e braktisur që kur kam hapë syt në këtë jetë. Nuk është se jam ndjerë ndonjëherë mjaftueshëm. Nuk është se ndonjëherë më kanë bërë njerëzit që të ndjej që këto ndjenjat e mia kanë vlerë dhe mund t'i them, jo gjithmonë i kam bllokuar, i kam tërhequr. Dhe kur rritesh në këtë lloj forme, ti mësohesh me idenë që ti je një njeri pa vlerë. Por ne vim me një mision këtu. Dhe misioni im në këtë jetë është që unë të shkëlqej, të jem e lumtur, të jem e përmbushur, të bëj atë që më ndjen zemra. Dhe kam pjesë të misionit këtë gjë. Dhe kaluan 30 vite. Dhe në moshën 30 vjeç ndodhi një nga shpërthimet më të mëdha, edhe pse kisha vite që vuaja, një nga shpërthimet më të mëdha të ankthit, të atakut panikut. Dhe u rrëzova aq keq sa nuk çesha dot më. Dhe aty e kuptova që isha e braktisur nga çdo njeri, madje as bashkëshorti im, para shumë vitesh nuk më kuptonte. Njerëzit e tij, jo, sepse ishte te familja e tij atë periudhë. Njerëzit e mi i kisha larg, por edhe kur i kisha afër as ata s'më kuptonin. E kuptova që isha vetëm në këtë botë. Por me një ndryshim, që kisha në duar një beb 4 muajsh. Çfarë do bëja unë me këtë fëmijë 4 muajsh? Dhe nuk po përmend traumat e gjërat që kam kaluar në fëmijëri. Jeta ime nuk ka qenë e thjeshtë, po u vendosa që do jetë shumë e bukur nga tani në vazhdim. Dhe para 5 vitesh, tani jam 35, para 5 vitesh, apo jam 36. 36 e zeza. Po para 6 vitesh? Ja, unë e quaj diçka normale këtë, më kupton, harroj moshën time, kur më pyet dikush për ditëlindjen e vajzës, kur ka lindur, them, kur e ka ditëlindje vajza? I harroj këto gjëra. E ndava mendjen, thashe, di si është puna jona? Gjithmonë ke prit konfirmimin nga të tjerët. Gjithmonë ke prit vlerësimin e të tjerëve. Gjithmonë ke prit lejen e të tjerëve. Domethënë i shikoj të tjerët në sy dhe ja vlen kjo gjë, ta bëj unë këtë gjë, këtë dëshirë që kam? Mjaft më. Mjaft më. Do ecësh para. E ti si është puna? Ti je vetëm. Ja këto më ka thënë mendja ime. Ti je vetëm. Askush s'të kupton. Je vetëm, vetë kalove ankthin, çdo gjë vetëm. Atëherë nëse ti ndjek ëndrat e tua, pra vetëm do jesh. Vetëm në rast se ndryshojnë mendje dhe rrin me ty njerëzit e duhur. Dhe kështu ndodhi. Të gjithë mua më shikojnë si të çmendur. Siç më shikon edhe shumica këtu në Instagram. Kam pse është kaq e vendosur kjo? Po s'kam çfarë humbas më. Vetëm kam qenë në këtë jetë. Vetëm jam prapë. Nuk është të ndodh diçka ndonjë hata e madhe. Aq më tepër që tani nuk jam vetëm. Tani kam njerëzit si puna ime, tani kam shpërndar dritë. Edhe t'ju them dhe një sekret, jo gjithmonë jam zhgënjur nga njerëzit që kanë ikë nga jeta ime. Shumë nga ata persona që i kisha para se të ndryshoja veten në jetën time, shumë nga ata persona e ndjeja që ishin fallës, apo s'dija se si t'i largoja. Tani i largoj universi vet. I spastroj, i lam brapa. Kështu që të drejtën ndihem shumë mirë. Prandaj jam e vendosur. Jam e vendosur sepse para punës kam vajzë, kam sill vajzë në jetë. Nuk dua unë shikoj vajza rolin e një femre që s'varritet. Jo, femra gjithmonë do kujdeset për veten, për pamjen e saj, për gjithçka. Prandaj unë përpiqem që me aq mundësi sa kam e bëra të budallik. Para 7-8 muaj, kur ja para një viti, kur erdhëm në Saran që mbylla zyrën. Ua, e lash veten komplet mbas dore. I kisha bërë dhe flokët si sorre zez, nuk e di si isha bërë ashtu, komplet, nuk isha vetja ime, jashtë vetes time. Haja deri në 1 të natës, mbushja atë boshllukun emocional. Stërvitje palestër, jo, e lash komplet vetëm pas dorës se kam haun. Mora diagnozën autizmi vajzës. Po sa do e bëjmë këtë gjë? Prandaj unë e vendosa para 6 vitesh, se jam 36, po 36 jam unë pritur ta llogaris. S'mbaj me, se unë nuk vë qirit e torta që ta dini, nuk fik qiri. Një sekond. Hajde, Jona, hajde. 2025. Amo 35 jam unë. 36 mbus 30, po pse 35 mbusha unë tani? 35 mbusha.
35. Po s'është se u bën ndonjë gjë e madhe, s'është se më surprizuan shumë. Ja, shikon, këto gjëra janë. Se 35 zakonisht ka për vjetoret bëhet mami, tunden, shkunden, dasma, as s'u bën ndonjë gjë e madhe për mua. Hajde më vare, 35 jam, kështu që para 5 vitesh. E bëra me makinë llogaritse, Henry thot, më duket sikur po flasun. Ti nuk je vetëm, nuk je as pak e çmendur, je thjesht një grua që arriti të luftoj atë që shumë gjelin të ngecur, të përqafoj dritë e bukur. Faleminderit shumë, të përqafoj dhe unë ty, edhe diçka tjetër, se kjo me kalimin e viteve shkoj përtej asaj gjestime. Unë vërtet e nxora veten nga kafasi, po shikoj shumë njerëz që më dhimbseshin dhe vazhdojnë të më dhimbsen akoma, sepse janë në një kafas që nuk duhet jenë. Edhe për këtë arsye unë vazhdoj shpërndaj akoma video, postime, siç më vijnë të momentit, për këtë arsye që të gjithë ta kuptojnë që në këtë jetë është vetëm një, kemi ecur, unë kam arrit pothuajse dhe gjysma e jetës së rrugtimit, nuk kam më kthim mbrapa. Ta jetojmë për të tjerët, ta hedh poshtu në jetën time rrugtimin tim që ma ka dhënë Zoti që të ndihen më rehat të tjerët, domethënë unë të bëj zgjedhje të vogla. Ta lë veten bazdore, ëndrat e mia bazdore që të ndihen rehat të tjerët? Jo, më vjen keq, është jeta ime. Është jeta ime. Është jeta ime që të ndihesh ti rehat me veten tënde ose dikush tjetër rehat, të shkoj të bëj zgjedhjet e veta, por jo mbi kurrizin tim, jo në jetën time, jo në rrugtimin tim. Këtë do kesh parasysh. Edhe diçka mos të krahaso me asnjë njeri se cili ka rrugtimin e tij unik në këtë jetë. Kemi rrugtimin ton unik. Kemi misionin ton unik. Në vitin 2021 unë kam qenë në kulmin e shkëlqimit, 2022 shpërthim total. Nuk ishte ditë që mos të vini ftesa nga televizione, derisa ardhi një moment që thoja jo, zgjidhja ku do jepja intervistë. Dhe mbajmë intervistë e fundit ka qenë te Aulona, jo, nuk ka qenë te Aulona, ka qenë te ai çifti gazetarëve në TVSH, te TVSH-ja, ajo ka qenë e fundit, apo ka qenë në Kosovë, në një televizion në Kosovë, nëse çrëndsi ka. Isha në kulmin e shkëlqimit dhe mendoja që arrita kulmin, tani do e shijoj këtë kulmin tim, do të vazhdoj të rritem akoma më shumë. Se Zoti kështu i sjell gjërat. Por të them të drejtën, se kam reflektuar me vete, po tani do e them me zë për herë të parë, çfarë kam vërë është kjo. Edhe pse isha në kulm, prap nuk isha 100% jona e vërtet që jam sot, kaq e fortë. Isha pak më emocionale, se isha ajo vajza e shkathët që i bën gjërat me shkathësi. Tani jam ajo gruaja e fuqishme, e rrënjëzuar, e tokëzuar, që i bëj gjërat duke qëndruar i analizoj, po do ta bëj se është gjëja ime dhe pikë. Pra më përpara kam qenë shumë entuziaste, ajo vajza e gjallëruar, shiko se do la nga ankthi, doja dal, do bëj atë, do bëj këtë. Ndërsa autizmi i vajzës ka qenë një shuplak aq e fortë, sa më bëri të jem një grua shumë e fortë, me rrënjë të hekurta në tokë, që i marr vendimet vetëm dhe vetëm kur më japin benefite për fëmijën tim dhe për veten time. Që nuk përfshihem emocionalisht, apo të ndihmoj unë dikë që më ul, apo dikë që nuk më respekton, jo, nuk e bëj më përpara thoya ta toleroj, ta fal, nuk ka. Të jesh shpirtëror është tjetër gjë, të jesh naiv dhe të shfrytëzojnë është tjetër gjë. Unë jam spirituale, unë bëj meditimet e mia, unë jam lidh me Zotin, jam lidh me veten time më të lartë, kam arrit gjitha këto hallkat e zhvillimit shpirtëror, të evolimit shpirtëror, por nuk jam e naive dhe nuk kam më frikë ta heq qafe dikë nga jeta ime për gjithmonë. Është vajza ime, jam unë në këtë jetë, kjo është kryesorja. Dhe këtë gjë arrita në vitet e fundit, kështu që nuk duhet krahasojmë me të tjerë, këtu e kisha atë shpjegimin, sepse shumë njerëz të tjerë, për shembull, ose mentorë të tjerë që unë i shikoja në evolimin e tyre dhe thoja sa të lehtë kanë, gëzohesha për ta patjetër, thoja sa të lehtë kanë sepse i kanë fëmijët në rregull dhe shikoja veten sikur unë isha më pak. Pastaj kuptova që nuk jem më pak, por nuk ka asnjë arsye të krahasohesh, sepse kjo që ti bën është për te njerëzores. Ma besoni. Domethënë, arsyeja e jetës për një prind është fëmia. Dhe në momentet kur ti sfidohesh në një formë të tillë që është një kushtëzim i caktuar neurologjik që do të shoqërojë gjithë jetën, siç është autizmi,
truri fillon përpunon informacione dhe thot, po si do jetë jeta ime, po fëmia im s'do jetoj dot, po ajo, pa do krijoj familje, po kur të vdes unë, andaj këto janë këto pasigurit normale të njerëzit. Dhe në të njëjtën kohë unë i harroja, thoja, pap, e shtypja butonin, për shohoja. Shkoj ona. Çfarë do postosh sot? Si do i ndihmosh ti njerëzit sot? Si do shpërndash ti dritën tënde sot? Po me librat, kaq do e lësh? Jo, bëj edhe një ditar. Po me trajnimet, kaq, bëj edhe një grup. Pastaj mbaronin të gjitha këto, kthesha prap aty. Vinte mbrëmja, kthesha prap. Pra, jo që nuk jam më pak, dhe ti nuk je më pak, prandaj s'duhet krahasosh me të tjerët. Por dikush që sfidohet dhe vendos sërish të shpërndajë dritë, vendos sërish të shfaqet aty, më i vuajtur, siç tha dikush, ti dukesh që je vuajtur vazhdimisht, si besoni kësaj. O koktul, doja t'i thoja, po si ja thash, i fola me shumë edukat. Po normal që do më besojnë mua. Ai që e ka përtyp atë shihen e hidhur të vuajtjes, ai ta kupton ty vuajtjen duke të parë në sy pa fol fare. Ndërsa ai që ka lexuar librat dhe ka pas atë mbështetjen e prindërve, gjithë jetën të njerëzve, atë shpinën gjithmonë të levatuar, ai nuk e di çfarë është vuajtja, ai e di çfarë thot libri për vuajtjen, ndërsa unë ti shihen e hidhur të vuajtjes. Ti mos fol, thjesht më shikon në sy. Dhe ndoshta me energji apo ndoshta me dashuri arrit të ta lehtësoj sa do pak dhimbjen. Ajo që kemi vuajtur më shumë në jetë është një njeri të na dëgjonte, të na kuptonte. Dhe se kemi pas. Kështu që unë jam siguruar që kjo faqe Instagrami të jetë ai veshi që gjithmonë dëgjon dhe kthem përgjigje në formë postimesh, në formë në një live. Faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë dashurinë, faleminderit për gjithë mbështetjen, edhe që jeni këtu mbi të gjitha. Unë nuk kam heq dorë nga mirësia. Unë besoj që ka njerëz të mirë. Unë besoj që ka njerëz që janë dritë e Zotit, që janë dashuri. Unë do vazhdoj, do bëj seri live. Këtu do jem, do bëj seri live. Kam ndarë mendjen. Do filloj kafen e mëngjesit. Do sakrifikoj gjumin e mëngjesit, punë e madhe, një orë më shumë, po thjesht, një orë më pak gjumë, po thjesht unë do jem këtu. Do rimar veten avash avash, ndërkohë që bëj live me ju dhe ndaj dashurinë me ju dhe ndaj ato mënyrat se si dikush pyeti si mund të marrim kontrollin e mendjes dhe ndaj ato mënyrat se si mund të marrim kontrollin e mendjes dhe ta përdorim sfidën në favorin ton për të ecë para në jetë, ndërkohë rikuperohem edhe vet, mendërisht, emocionalisht, fizikisht, sepse çdo gjë është energji, unë jap energji, ajo do më kthehet, dashuria juaj do më kthehet, inkurajimi nga ana juaj do më kthehet. Pra në këtë gjë që bëhet, nuk jam vetëm unë. Ajo që jap, je vetë ti që jep dhe më jep dashuri. Sepse energjia në vendin e duhur funksionon në këtë lloj mënyre. Unë jap dhe kur më kthe do të thotë që e kam dhënë në vendin e duhur dhe do vazhdoj ta bëj. Nuk e bëj me dikë që kam në jetën time, që jap dashuri s'më kthen asnjëherë, e lej vazhdo rrugën tënde, do bëj me ty. Vërtet je një i panjohur në Instagram, por jemi një familje shpirtërore, na ka bashkuar i njëjti rrugtim jetë këtu në tokë. Kështu që unë nuk heq dorë. Jo. Por do vazhdoj ta aktivizoj ato ëndrat që i kam lënë në sirtar prej një viti e gjysmë, ëndra shumë të mëdhaja, edhe do i aktivizoj prapë. Atë vizualizimin e mëngjesit, ato gjërat e fuqishme që ndihesha sikur zmavojsha kështu kur i vizualizoja, do i rikthej prap, sepse kam vetëm një jetë dhe jam këtu për ta jetuar këtë jetë në mënyrë më të fuqishme të mundshme, në mënyrë më të lumtur të mundshme. Askush nuk ka si të më tregoj mua si ta jetoj unë këtë jetë në kushtet që jam, sepse askush nuk është aty një mentor i qindra mijëra shqiptarëve që ka dalë me pijama, me rrudha, me thinja, duke qarë, duke qeshur, duke kërcyer, duke bërë fitness, me një fëmijë me autizëm, ti bëj të gjitha këto, të ofroj edhe financa për familjen. Nëse është dikush, po do ja dëgjoj këshillat, po nuk besoj se ka njeri, kështu që nuk do dëgjoj këshillat e askujt. Jam unë me veten time, me ëndrat e mia. Dhe kam ndarë mendjen këtë herë. Prandaj e bëra edhe këtë live, të rikujtoj ty që të merr pak nga motivimi im, nga pozitiviteti, nga këmbgulja ime, merr pak se të shpërblehet, ma beso, ta shpërblen Zoti 10 fish. Ndaje mendjen, ec para në jetë, ke vetëm një jetë. Mos lejo prindin, burrin, gruan, motrën, vllajin, shefin. Mos e lejo të vjedhin jetën, ec para në jetë. Dhe
Atëherë më thua një këshill si ti largosh kur I ke familjar dhe s'të kuptojnë që përballesh me autizmin. Kjo është pjesa më e dhimbshme. Në ato momente ti e përjeton atë dhimbje, atë vuajtje, sepse ti thua, ok, si nuk më kuptojnë. Por prandaj thash mos e shiko veten si viktim. Mos pritet të kuptojnë dhe prap do luftosh. Kur them do luftosh, do jetosh siç aktivizoj energjinë tënde femërore, shihet çdo moment. Mos prit, se nëse të kuptoj të tjerë do bëhet më e lehtë jeta jote, ma besoj që jo, nuk bëhet më e lehtë, nuk bëhet, sepse ata njerëz nuk janë në jetën tënde që të bëjnë rrugtime më të lehtë, janë në jetën tënde që të ndihmojnë që ti të rritesh. Të kesh mundësinë të rritesh. Të kesh mundësinë të jesh e aftë, të zhvillosh fëmijën tënd që ka autizëm, por mbi të gjitha, të punosh dhe me ëndrat e tua. Dikush thot, Brigilda, do e lexoj vetëm për një arsye këtë koment. Vetëm për një arsye do e lexoj, dhe dua ta arsyetoj, jo ta lexoj. Jona, është normale që ti kesh këto pasiguri pasi e ke kaluar ankthjen dhe depresionin? Dua të them diçka e dashur. Të guxosh të flasësh hapur ndjenjat e tua dhe mendimet e tua, duke e ditur rolin tënd që ke në shoqëri, në familje, duke jetuar në një qytet të vogël sa një fshat, të flasësh hapur ndjenjat e tua, duke qenë një personazh publik, dhe të flasësh hapur ndjenjat e tua dhe mendimet e tua me të panjohur, kërkon një prapanicë të hekur, dhe kjo nuk është pasiguri. Kjo është siguria dhe forca më e madhe që një njeri ka. Dhe nga që kalova ankthjen dhe depresionin, që I kanë thënë mendjes ik me pushime, prandaj guxoj, I dal zot ndjenjave të mia. Të fshihesh mbrapa gishtit, kjo është pasiguri. Të bëhesh e lumtur, thjesht me një krehje në parukeri me një buskuq të ndihesh sikur je e lumtur dhe jeta jote është e kompletuar, kjo është pasiguri. Të shtiresh, sikur çdo gjë e ke në terezi, kjo është pasiguri. Kjo është pasiguri. Dhe nuk të vë faj. Sepse ti je mësuar me njerëz të pasigurt në jetën tënde, je rrethuar me njerëz që shtiren, që janë dikush që nuk janë. Kjo është jeta e vërtetë. Mos beso asgjë aty në Instagram që duket perfekte, sepse nuk është perfekte. Thjesht e maskojnë shumë bukur. Qoftë ai mentor, qoftë ai aktor, qoftë ai njeri thjesht, qoftë ai një hipnoterapist, një mjek, një shkencëtar, thjesht e maskon shumë bukur, jetë perfekte nuk ka. Dhe pasiguria është kur ti vazhdon e maskon këtë gjë dhe nuk guxon të dalësh zot ndjenjave të tua. Të dërgoj shumë dashuri dhe shumë dritë dhe shpresoj që të dalësh nga ky kafaz ku e ke fut veten tënde. Bukuri lusha, bukuri më bëre për të qeshur nga termi. Nga termi që përdore. Ata që janë gati do zgjohen. Ata që janë gati do transformohen. Ata që janë gati do pranojnë të jenë vetvetja dhe do guxojnë të jenë vetvetja. Ata që janë gati do guxojnë të hapin mendjen e tyre dhe të shikojnë të gjitha kalvësirat, mbeturinat që kanë aty brenda. Dhe për më tepër do arrin të kuptojnë që këto mbeturina ju kontrollojnë jetën. Por vetëm ata që janë gati. Vetëm ata që janë gati. Prandaj unë do vazhdoj ta bëj këtë gjë për sa kohë ndiej, tani e ndiej ta bëj. Do e lë egon minjan dhe nuk do pyes sa veta më ndoqën, sa veta më hoqën. Nga Instagrami. Sa like mori postimi, sa share. Shikoj shumë faqe që janë non stop të fokusuara sa shpërndarje, bëni like, bëni koment, mos bëni asnjë gjë, nuk ma ndjen. Personi duhur që është gati do vite unë. Ai që është gati do vi këtu. Dhe kur them do vite unë, do përpiqet të jetë njëri më I mirë. Unë këtë bëj, unë nuk jam
nuk jam shenjtore, nuk jam perëndie, thash edhe më parë, nuk jam e mrekullueshme. Jam një njerëz që po përpiqem të përmirësoj vetë dhe këtë gjë e bëj haptazi. Shumë veta bëj në privatësi, është gjë e mirë kjo, unë bëj haptazi se ndihem rehat, nuk më ndihen shumë çfarë do më komentojnë ça. Në fillim isha pak me siklet këtu në Saran, tamam fshat, mendjet mbyllura, njerëz të vegjël. Po tani s'e kam shumë problem. Jam mësuar tani që më shikoj, madje tani u buzqesh. Tani jam mësuar. Ja kam marrë dorë, s'më bën shumë përshtypje. Kështu që në bëj haptazi, ti bëja në fshehtësinë tënde, në privatësinë tënde, vetë të fillo puno me veten. Isha me kriza paniku 3 muaj, dëgjoj aty u shërova, më gëzon jashtëzakonisht shumë. Elian të përshëndes, Elian i thot, Jona na kënaq, askush nuk humbet kur është i vërtet. Çdo gjë mund ta humbasim o Elian, po mos të humbasim veten. Mos ta humbasim veten. Kjo është e rëndësishme. A është e mundur në moshë të madhe të zhvillosh vetë zhvillimi personal? Patjetër, të fillosh vetë zhvillimi personal. Atëherë, dashur Zade, në çfarë do lloj moshe që ti ke dëshirë ta përmirësosh veten mund të ta bësh. Shiko, kanë qenë disa kufizime dhe bllokime që ne na janë përcaktuar nga të tjerët në jetën tonë. Një ndërto është mosha, faktori mosh. Kur ti arrin në një moshë të caktuar mund të studiosh, po mbaroj ajo moshë nuk e bën dot më. Kur ti bësh prind mund të bësh këto gjëra para se të bësh. Kur bësh prind s'ka më, është vetëm fëmia. Pra, nuk ka një moshë të caktuar kur ti vendos të fillosh universitetin, të fillosh filloren, gjimnazin, se ka shumë persona që janë pa shkollë fare nga sistemi i mëparshëm. Nuk ka rëndësi ti ke dëshirë ta bësh. Ligjet e mundsojnë këtë që ti bëje. Kush të pengon? Çfarë? Rregullat e njerëzve, po rregullat janë vendosur nga ata njerëz të cilët janë rehat në mizerien e tyre dhe duan të shikojnë gjithë në mizerie sepse ndryshe e ke parasysh. Mua më ndodh ndonjëherë kjo. Unë për shembull rri ulur në shtëpi dhe them sot do i lë punët pa bërë, s'do bëj asnjë gjë. Shikoj për shembull shkon Edi sikur fillon të vendos lavastoviljen. Mua kjo më ndodh një herë në muaj, se unë pos bëra punët nuk funksionoi. Dhe një herë në kaq jap truri Edi thotë hajde do vë lavastovilje, mos them ç'a më bëre. Tani stri do tun. Dhe i futem shtëpis me kokë, me themel. E njëjta gjë. Kur dikush rri vendos të rri në atë hezitimin e vet dhe të shikon ty që po lufton shumë dhe po mundohesh në jetë, detyrohet të lëvizi. Por nuk do të lëvizi, e ka të vështirë dhe çfarë bën? Të sulmon ty. Dhe vendos rregulla deri në këtë moshë, ndryshe nuk bëhet. Kështu që nëse prindrit tan do kishin menduar në këtë lloj mënyre, ma beso që do kishin ndryshuar edhe në këtë moshë, po prandaj janë të njëjtët dhe nuk ndryshojnë. Sepse thonë iku mosha jona, ma vazhdojnë japin gojës akoma, iku mosha jon, po këtu janë akoma fizikisht. Nxjerrin atë helmin e tyre. Kështu që nuk ka moshë. Faktori moshë nuk vlen. Jona kisha një dhimbje të madhe pas kokë, por duke dëgjuar ti nuk e di nga iku, tani po e vrej. Faleminderit shumë për gjithë dashurinë dhe vlerësimin që më jepni dhe që më shkruani këto komente. Jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe po merrni këtë dashuri. Patjetër, do e ruaj. Sa thjesht flet që të kuptojmë shumë Mirami është që e vogël i kam bërë pyetje vetes. Lëre pastaj në gjimnaz apo në fakultet. Si njerëzit zgjedhin ca terma të rrumbullakosura, të kuruara, për të shprehur një fjalë shumë të thjeshtë. Dhe gjithmonë e pyesja vetëm thoya unë kam aftësinë të mësoj këto terma, po nuk më dalin, nuk i them dot, shumë të rrumbullakosura, të komplikuara, të koklavitura. Si t'ja bëj unë të flas lirshëm, të flas thjesht siç më vjen me fjalë të thjeshta, apo mos ndoshta më gjykojnë. Dhe kur fillova Instagramin, fillova të përdorja ca terma kështu me atë qetësinë time, thash hajt përdor edhe ca terma të mëdha, pastaj u lodha. I humbi gjithë ai kuptimi fjalës që unë thoja dhe thash foliona thjesht siç je mësuar ti të flasësh. Dhe kjo gjë i goditi njerëzit, më kuptonin të gjithë, flas edhe gjuhën letrare, them ndonjë fjalë tek tuk me dialekt jugor, por shumë rrallë. Kështu që flas gjuhën letrare, gjuhë e thjesht, që e kupton edhe një fëmijë vogël, edhe një i moshuar, edhe një me shkollë, edhe një pa shkollë. Është pak e vështirë të them të drejtën se shumë nga terminologjia e fjalorit që unë përdor dhe më duhet të përdor nëpër trajnime ka bazat shkencore dhe janë terma shkencore që ti nuk ke si ti përkthesh në fjalë të thjeshta, po gjithmonë jam munduar të gjej një fjalë më të thjeshtë
për ta zëvendësuar një term shkencor më të komplikuar. Asa e bukur! Unë kam në klasë një grua nga Brazili, 70 vjeç dhe ka ardhur të mësoj anglisht. Ose është nga Brazili, se që nga Shqipëria i kishte lidh kokën me shami që 60 vjeç edhe thoshte u plaka. Edhe merrej me nusen, merrej me djalin, se kështu bën mama shqiptare. Nuk shkojnë mësoj një gjuhë të huaj të hapin trut. Merrej me nusen, mësoj nusen si të rrisi fëmijën. Ky brez është pak i vështirë, sa do e dim shmesh që plaken edhe na dhimbsen edhe i shikojmë që po plaken. Edhe mërzitesh se thua do me ikin prindrit nuk thënë më. Prap thua kur tiki ky brez sikur do marrin frymë lirshëm, o zot më fal. Kështu them, ja? Do imagjino të më dëgjojnë tani mami, babi, le të më dëgjojnë, e kam kështu e mendoj unë. Më vjen shumë keq e dashur, më vjen shumë keq për humbjen tënde. Humbja e një personi të dashur, sidomos motra, është shumë e dhimbshme, të duhet pak kohë që ta marrësh veten, të paktën po e studioja kohët e fundit në fakt. Kur vdiq gjyshja, sepse doja të jepja këshillat e duhura mamit, që i vdiq mamaja e saj, edhe e studiova dhe sipas shkencës duhet deri në 2 vite. Që të mbash zi dhe gradualisht të ringrihesh ta vazhdosh jetën. Kështu që mos pretendoj që do të çohesh në këmbë me një herë. Kur të ka ik motra, jepi kohë vetes. Monda thot se si të bukur që ke mashallah. Monda, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ti emotiv thot që kur dëgjoj mesazhet e tua më jep shumë energji të madhe. Faleminderit. Leta thot, si të gjej guximin ta lëshoj të kaluarën, unë nuk jam ato që kalova, jam kjo që zgjedh. Ti vërtet nuk je ajo që kalove, por te ajo që kalove ka shumë grimca nga të tuat që ka nevojë për shërim. Ta shpjegoj pak thjesht sepse kjo është pak më e avancuar. Tani, në një sfidë apo në një dhimbje në të shkuarën, një pjesë e energjisë tonë pëson një fragmentim, një shkëputje. Dhe ngelet aty në nivel energjie në të shkuarën. Dhe ti tani në të tashmen e ke një pjesë që të mungon. Dhe sa herë ta rikujton vetë sistemi i energjisë që ty kjo gjë të mungon, ajo pjesë energjie ty të sjell historinë që ke kaluar dhe prandaj ke të vështirë të shkëputesh nga e shkuara. Çfarë duhet të bësh ti është të shkosh në të shkuarën nëpërmjet hipnozës, të shkosh pikërisht në atë moment kur ka ndodhur kjo gjë, ta shoqërosh me një histori tjetër, ta falësh, ta lëshosh dhe të bësh integrimin e energjisë, pra integrimin e asaj pjese që është fragmentuar. Është e koklavitur, është proces që kërkon kohë, të merr kohë, janë disa hipnoza që bëhen. Unë këtë ofroj të trajnimi për te limiteve, kur theme ofroj them aty e kam bërë me sukses këtë gjë, që bëhet integrimi i fëmijës së brendshëm, sidomos në momentet që ne kemi kaluar dhimbje dhe pastaj e lëshon të shkuarën, se nuk lëshohet thjesht në mendje, është në nivelin e energjisë të kujtesa somatike në trup që ka ndodhur ajo gjë, është te çakrat e caktuara në trup, nuk është thjesht në mendje është historia që të ka ndodhur, thua pse më ka ndodhur, ama ngarkesa e energjisë është në trup, kështu që kërkon punë me veten. Po na le pa punë thotë dritë e diell për na dhënë një energji pozitive. Më vjen shumë keq të gjithë ju që e keni lënë punën për gjysmë ose jeni në shtëpi duhet gatuani të bëni punën tuaja. Për mua ishte shumë kënaqësi që ishim këtu bashkë, më dha shumë energji pozitive, u ndjeva e rrethuar me njerëz që më kuptojnë. Edhe për këtë ju falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse. Do ta mbyllim tani, dal nga dal, do ta ruaj live-in që të kenë mundësi edhe personat që do hyjnë më vonë ta shikojnë. Është goxha e Lili, është goxha e kështu e avancuar kjo që të fillojmë tani ta shpjegojmë. A bën ende ushtrime. Për veten time, në fakt kam pas një gocë që e stërvisja në palestër, por nuk kam pas mundësi t'ja ofroj kohën time ato 3-4 herë në javë që isha trajnerja asaj personale në palestër. E kam lënë atë, por për veten time po, i bëj ushtrimet, jam duke rikthyer të shpjegojmë dhe diçka për fitnessin ose rikthimin e trupit në formë, dhe pastaj e mbyllim. Ndryshe nga herët e tjera,
Më përpara unë e riktheja trupin në formë dhe tentoja ta riktheja dhe stërvitesha për ta dënuar veten. Pse je shëndoshur? Pse nuk e ke trupin në formë? Pse nuk je aty ku duhet jesh? Këtë bëj me shumë dashuri. Këtë i them vetes je shumë mbi peshë, mos nxito. Mos nxito. Do bësh aktivitet fizik çdo ditë për të shtuar jetëgjatësinë, për të ndjerë më gjallë, më energjike, më e fuqishme, për të jetuar më gjatë që të jesh pranë vajzës tënde, për të jetuar më gjatë që të shijosh jetën tënde. Por nuk ka arsye të nxitosh, nuk ka arsye të çosh më shumë pesha, të bësh më shumë dietë. Jo. Ti do ushqesh shëndetshëm, do bësh fasting që të rigjenerojnë qelizat e shëndetshme në trup dhe të ke mundësi të eliminohen qelizat e dëmtuara, do pish shumë ujë, do hidratosh, do bësh detoksin, do pish suplementet e tua. Do i bësh të gjitha këto gjërat e shëndetshme, por me dashuri për veten, jo me nxitim. Nuk kemi ndonjë nxitim, nuk kemi data për të kapur. Nuk kemi arsye pse të dukemi bukur aty jashtë. Do e bëj për veten time, të ndihem unë mirë. Kështu që unë i bëj stërvitjen, i bëj ushtrimet e mia, një ditë bëj yoga, një ditë bëj thjesht stretching, pesha, 3 herë në javë kam pesha, stërvitje me pesha, nuk e lë dot sepse ajo mua më jep shumë fuqi, shumë energji. Stërvitja me pesha, 3 deri në 5 herë në javë, po 3 kam bërë këtë periudhë, po rikuperoj trupi dal nga dal, regjimi ushqimor ka qenë okay. Jo perfekt siç do duhet të ishte, por okay, po shkoj drejt perfektes, avash se kam kohë, nuk kam ndonjë gjë për të kapur. Thjesht dëshira ime është që në 1 janar unë të kem mundësinë të jem aty ku unë kam qenë me trupin tim, në nivel energjie. Edhe për pamjen, sepse të them të drejtën, një nga këto gjërat e vështira të trupit ku merr peshë është që i ke edhe veshjet e kufizuara, nuk të bëjnë, edhe ti prap nuk blen veshjet e tjera se thua do dobësohen, do vesh rrobat që kam, kështu që mendoj të rikthehem aty që të më bëjnë rrobat që kam pasur, edhe të ndihem energjike e fuqishme. Tani edhe më merr çik malli para pasqyrës të shikoj muskujt e barkut, të shikoj muskujt e krahut, më merr pak malli, mos të gënjej, kështu që po punoj me veten, po bëj stërvitje, por nëse është dikush si unë mbi peshë që kërkon të rikthej trupin në formë, bëje gradualisht dhe me dashuri për veten, jo për ta dënuar veten. Jo për të na parë të tjerët se njerëzit as njerëz se do na pëlqejnë, po për të ndjerën e mirë me veten tonë. Prit se me ikën. Mua më ke ndreq jetën me disa ushtrime në YouTube. Më vjen mirë, ka shumë video në YouTube që mund të stërviteni aty. A bën seanca individëve. Ta shpjegojmë dhe këtë. Të seancave të shpjegojmë edhe të librave që janë me ofertë, edhe para se ta mbyllim dua të bëj një shpjegim që më ka bërë një pyetje dikush ku te komentet se është shumë i rëndësishëm. Atëherë, seancat individuale janë seancat të cilat ndoshta jeni mësuar që i shikoni në psikolog të ndryshëm, terapistë të ndryshëm. Unë nuk preferoj të bëj seanca individuale, një sepse kostoja do jetë më e lartë, normalisht që unë të rri 30 apo 45 minuta vetëm me ty, do të thotë që pagesa do jetë aq e lartë që do justifikoj këto 30 minuta që unë i lë nga puna tjetër, nga puna me trajnimet. Kështu që mund ta bëj dikush një seancë për diçka shumë personale që ka, por unë nuk preferoj që të zvarriten seancat sepse e di që do jetë shumë kosto e madhe për ty dhe unë jam e vetëdijshme, i kam bërë të gjitha këto testimet. E di ku e ndihmoj personin. Unë të ndihmoj më shumë te trajnimet, sepse 4 javë ne kemi çdo ditë seanca bashkë. Pra, ofroj seanca prezantimi 20 minuta me video call, kështu si jemi tani në WhatsApp për shembull, me video call që ti të më shikosh dhe unë të të shikoj ty, 20 minuta. Dhe pastaj vazhdojnë më tej, çdo ditë komunikimi përditshëm këtu, te numri punës, numri im. Kështu që e ofroj vetëm si pjesë e trajnimit. Nuk dua, domethënë, që të bëjmë një më shumë që të zhvas njerëzit. Unë e di se çfarë ofroj. Unë e di çfarë fuqie kanë trajnimet. Nuk dua tani thjesht e di çfarë janë seancat, të them të drejtën? Të them të drejtën, do jem shumë e sinqertë. E nuk është se dua të hedh poshtë punën e psikologëve apo të terapistëve, nuk dua askush të keq kuptohet. Unë jam vetë terapiste, jam vetë psikologe. Seancat janë thjesht për të pasuruar ne dhe për të zvarritur më shumë në kohë procesi i shërimit të personit që vjen te ne. Seancat individuale, 6, paketa 6 seanca, 7 seanca, 8 seanca, 4 seanca, 3 seanca, janë për të pasuruar ne. Nëse do ta ndihmosh vërtet individin, mblidhja të gjithë formulën në një trajnim, paketë dhe jepja. Prandaj unë trajnimet që bëj, i lë që ti kesh gjithë jetën. Ti rikthesh sa herë ti të kesh nevojë dhe dëshirë. Sepse është formula aty, dhe është shumë e rëndësishme që ti të kesh të gjitha gjërat gati. Jo të rish të vish te unë, jo na harrove të më thuash këtë, jo na kam ndonjë pyetje andaj këtej tani.
Gjithsesi ko të shpjegova këtë për trajnimin, nga që më pyeti vajza se unë s'është se kam trajnime tani. Tani po mbyll grupe, do bëj pak pushim për veten time, nga data 3 nëntor fillojnë trajnimet e tjera. Por jemi te librat, te panajri librave, janë paketa librash me shumë ulje çmimi, kam bërë shumë dhurata brenda paketave, kështu që nëse doni ta përvetësoni më shumë të energjinë time, keni librat. Nëse doni thjesht të vlerësoni kohën time, energjinë time, unë ndihem shumë e privilegjuar të merrni librat e mi të lexoni. Janë libra shumë të fuqishëm, nuk janë thjesht të lexosh, sepse koha e leximit është shumë e rëndësishme ta përdorim për të evoluar, për të zhvilluar veten, jo thjesht të lexojmë. Shiko. Ky telefoni, çfarë unë shikoj këtu? Përballë meje kush është ulur dhe bisedon me mua. Libri që unë kam në dorë dhe po shfletoj, të gjitha këto janë burime energjie, na japin një energji të caktuar. Dhe në fund të një libri, në fund të kohës që ti je në celular, në fund të bisedës me një person, ti ose do ndihesh me shumë energji, ose do ndihesh bosh. Prandaj shumë e rëndësishme të lexojmë libra që na bëjnë të ndihemi me më shumë energji. Kështu që librat e mi janë çfarë unë ofroj në trajnime, çfarë unë ofroj në videot e mia, çfarë unë kam kaluar në jetën time. Kam darë shumë detaje nga jeta ime te libra, çdo gjë shumë e vërtetë e pastër, siç e kam përjetuar, nuk dua të duket jeta ime e bukur, unë kështu kam qenë, kjo ka qenë jeta ime. Thjesht do vi një moment që kur vajza ime të rritet, edhe ti ketë ato libra në dorë, do emocionohet për shumë gjëra dhe do kuptoj sa mami të vërtet ka pasur. Ndoshta jo të fortë gjithmonë, por shumë të vërtetë. Kështu që ato libra unë të sugjeroja që t'i merrnit. Edhe do ndihesha shumë e vlerësuar dhe shumë mirënjohëse, se keni për detyrë t'i merrni, po jam shumë mirënjohëse që vendosni t'i lexoni. Për mua është suport emocional mbi të gjitha, sepse e ndjej që mund të vazhdoj të shkruaj libra të tjerë, është suport financiar, se tani nuk do shtiremi, është suport financiar, patjetër, blini librat. Unë kam të ardhura dhe kam mundësi të vazhdoj të shkruaj ende, të vazhdoj të bëj live video, të vazhdoj të bëj trajnime. Kështu që jam shumë mirënjohëse që vendosni të lexoni krijimet e mia të zemrës. Tani një pyetje e fundit që ma ka bërë dikur, dua t'i kthej përgjigje. Janë thesare që unë i kam marrë të gjitha, thot Xheni. Xheni, faleminderit shumë. Vlerësimet e librave nuk mbarojnë, ka shumë vlerësime pozitive. Atëherë, Jona, a ja vlen të bësh hipnoz të shohësh përtej kësaj që shohim me sy? Jona, a ke bërë ti hipnoz? Atëherë, çdo praktik shpirtërore spirituale ose çdo praktik e zhvillimit personal që ne bëjmë, është shumë e rëndësishme të dimë arsyeën pse po e bëjmë. Pse? Cila është pseja? Unë, të them të drejtën, nuk kam kurreshtje të di se çfarë do bëhet në të ardhmen time. Nuk kam kurreshtje të di çfarë ka ndodhur në jetët e shkuara. Por kur e kam ndier unë me intuit që në një bllokim emocional të kësaj jete ka pas të bënte me një ngecje nga jetët e shkuara, po e kam bërë një hipnoz. Kam bërë 2 ose 3 hipnoza, po 2 kanë qenë me sukses, e treta nuk kam arritur. Dhe që atëherë i kam shkëputur këto gjërat shumë spirituale për te këtij dimensioni, jam këtu tani. Ta jetoj një herë siç duhet këtë eksperiencë, e ndrita unë këtë eksperiencë, të sjell një herë trupin tim në formë. Të kem një herë kushtet që dua në përditshmëri, të zhvilloj një herë vajzën time, pastaj do shikojmë për te këtij dimensioni. Por, Lili, të them dhe diçka. Në gjithë çka që unë po jetoj tani, më ka ndihmuar shumë lidhja me dimensionet më të larta, që i kam marrë ato mesazhet, qoftë edhe në çështjen e autizmit. Aty kam parë arsyeën e vërtet pse po më ndodh mua dhe çfarë është autizmi përtej trupit fizik. Kështu që shumë gjëra përtej këtij dimensioni më kanë ndihmuar që ta sjell më të fuqishme dritën time këtu dhe ta përmbush më shumë misionin tim këtu. Por që të fiksohem, të fokusohem aty, të shikoj se çka ka ndodhur, jo, nuk është gjëja ime, nuk dua ta bëj. Nuk dua. Dua të shkëlqej një herë këtu në këtë dimension, se prandaj kam ardhur. Të shkëlqej, prandaj kemi ardhur të gjithë të shkëlqejmë, ta jetojmë, ta shijojmë, dhe pastaj her pas here kur e ndihem me intuit mund të shkojmë aty. Irma thot jam e lumtur që kam marrë gjithë librat e tu, janë energji lat. Faleminderit shumë Irma. Faleminderit shumë. Jo na më rekomandon aty që e ke bërë seancën ti hipnozën në YouTube, më? Gjë në YouTube, po që të ketë energji të fuqishme. Të ketë energji. Ti po thua për mentoren që kam. Mentoria që unë kam është jo se mbaj sekret, por her pas herë bëj ato seancat e mia, jo vetëm për jetët e mëparshme, por shikoj ato bllokimet e çakrat, që të kem atë
hapjen e çakrave, renditjen siç duhet të energjisë, mos të kem bllokime. Por jo, nuk e sugjeroj. Nuk e sugjeroj, janë disa gjëra që unë i mbaj shumë private për veten time. Një nga ato është personi që unë punoj me energjinë time. Në Amazon po Gjesi, ke vetëm transformoj jetën tënde librin e parë, ndërsa me ofertë nuk i merrni në Amazon, i merrni vetëm kështu po t'i porosisni këtu. Dikush atë jam kurioze të lexoj, faleminderit shumë për interesimin. Sepse e di thot rrugtimin tënd dhe të ndjek shumë. Për në Zvicër po i dërgojmë, në çdo vend të botës dërgojnë librat, pa mera, kontaktoni të numri WhatsApp-i, dikush nga stafi do ju përgjigjet edhe pse mund të përgjigjen pak me vonesë, ka marrë mesazhe ditët e fundit që jona pse s'ka marrë përgjigje, ka shumë mesazhe, prandaj në përgjithësi janë shumë të shkatët, përgjigjen më një herë në moment, por ka pas jashtëzakonisht shumë. Atëherë, e di e vërtet jona, unë kam një seancë me një mentore, mori 80 euro dhe asgjë nuk bëri. 5 minuta meditim dhe asgjë. Atëherë Keti dua të të shpjegoj diçka. Mua nuk më duket e drejtë që ti e përmend sa lekë të ka kërkuar ajo. Sepse ti ke rënë dakord ti paguash ato lekë. Çfarë prisje ti të bënte ajo në një seancë? Prandaj unë nuk bëj seanca. Çfarë prisje ti të bënte në një seancë? Të mbushte bankën me lekë, të pastronte gjithë bllokimet e tua, të ndryshonte mendjen dhe bindjet e tua? Jo, është përgjegjësia jote. Kur ti bie dakord ti paguash ato lekë për një seancë, mos u anko më mbrapa. Mos shko më, por mos u anko. Prandaj duhet të jemi ne të vetëdijshëm çfarë zgjedhje bëjmë. Analizoj gjërat, mos shko të bëj seancë jam keq. Prit një sekond. Çfarë kam nevojë unë tani? Kam nevojë të punoj me veten vazhdimisht apo kam nevojë thjesht të flas 30 minuta me dikë? Patjetër ajo 80 euro se koha e saj do paguhet, madje pak ka marr. Varet kush mentore është, edhe varet çfarë ka për të ofruar, dhe varen titujt e saj dhe eksperjenca e saj jetësore, po pak të ka marr, për mendimin tim. Që të kesh ti përballë dikut, ti marrësh kohën dikujt, patjetër që do paguash. Tu marrën psikologit me 120 euro, kam pas studentët e mi të trajnimi ankthit, për anktin të marrësh 120 euro dhe mos ta ndihmosh personin patjetër, po këto janë zgjedhje personale, secili vendos tarifën e tij në bazë të asaj që ka për të ofruar dhe ti ose e pranon ose e refuzon, po mos ta përmendi më mbrapa. Engeleda, faleminderit shumë. Gjeni thot manualin e mendimit pozitiv e mbaj në xhep. Është e vërtetë se është libër shumë i vogël, futet kështu në xhep. E lexoj çdo ditë thot, ma bën ditën të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Edhe diçka. Kush më pyeti? Ai dërgoni në përbot. Po, sapo e konfirmova në çdo vend të botës, edhe mund t'i merrni duke porositur ose te numri WhatsApp-it ose te unë këtu në privat. Kush ka qenë mentori jote e parë? Mel Robbins, dashuria ime më e madhe. Mel Robbins, dhe kur the mentore, kam bërë një trajnim falas që ajo bënte në YouTube dhe atë trajnimin e mora, e përshtata vetë mbas 2-3 muajsh, e ktheva në Shqip, e përshtata me rrugtimin tim dhe e kam hedhë në YouTube. Dhe në çdo video e them, nuk është trajnimi im, është i Mel Robbins. Pra është aty në YouTube trajnimi, mund ta ndiqni te kanali im i YouTube-it. Mel Robbins ka qenë mentoria ime e parë. Meli është dashuri. E kam gjetë veten te ajo sepse shumë mentorë të tjerë i shikoja gjithkohë me make-up të lyer, të kuruar, ndërkohë vetë tipim që e vogël, nuk kam qenë kështu ti isha kaq e kuruar, për shembull, kur e kam atë ndjesim dua ta bëj videon më një herë, nuk dua të shkoj të kurohem, se më ikën pastaj mendimi edhe ajo energjia që dua të përcjell. Dhe Temeli e gjeta vetë, thash, "Ok, po ka dhe të tjerë si puna ime që nuk është se kanë shumë problemin te pamja, po te ajo që thon." Kështu që u kapa Temeli fort, më ndihmoi jashtëzakonisht shumë dhe kur them më ndihmoi, ajo se di fare që unë ekzistoj më po. Se ka idenë që unë ekzistoj. Por më ndihmoi sepse jam këtu sot, kjo që jam, guxova, punova, nga Meli kam dëgjuar për herë të parë fjalën vizualizim. Edhe në gjuhën shqipe, në tregun e mentorimit shqiptar, fjala vizualizim është përdorur për herë të parë para 6 vitesh. E kam përdorur te trajnimi që kam darë në YouTube nga Mel Robbins, dhe unë nuk e dija. Tani vizualizimi është bërë si buka me djathtë, normalisht e përdorin gjithë mentorët. Por në fillim shqiptarët e kanë dëgjuar nga Mel Robbins, që e kanë përcjellur nëpërmjet Melit, kështu që më jepni më ndërtoni një lapidar. Shqiptarja e parë që përdori termi vizualizim. Më jepni një shpërblim. Si thoni? E mbyllim? Hajde.
Çfarë të bëj si të kaloj ankthin? Minimumi që mund të bësh është të lexosh librin Manuali i menaxhimit të ankthit. Manual i menaxhimit të ankthit. Unë aty kam punuar me muaj. Manuali është trajnim i strukturuar, fillon gradualisht shpjegimi çfarë është ankthi, cilat janë simptomat, nga se shkaktohet. Vazhdojmë gradualisht në përditshmëri, kush ta nxit ta ngacmon më shumë, kush ta qetëson më shumë gjendjen e ankthit, cilat janë ushtrimet që teknikat, lëvizjet që ne bëjmë në përditshmëri që e qetësojnë, cilat janë ato që ngacmojnë më shumë. Po një atak paniku, po ankthi të gjinia femërore, po të gjinia mashkullore, po të fëmijët, po të gratë në menopauzë, po të adoleshentët, po të ato gra që kanë përjetuar humbjen, abortin. Pra, ankthi në çdo stad të jetës, në çdo grup mosh. Shpjegohen të gjitha këto dhe në fund bëhen të gjitha ushtrime teknikat si të fillosh ta menaxhosh. Do me thënë është vërtet libër, se unë normale si libër do e nxjerrja aty jashtë, po është trajnim. Është trajnim i strukturuar si ti të shpëtosh nga ankthi. Është eksperjenca ime jetësore, do me thënë, aty nuk kam folur në bazë të titujve të mi, kam folur si Jona që ja doli e kaloi gjendjen e ankthit. Jo, thot rri deri këtu, hap, rri deri në darkë, këtu thot hap temën tjetër. Jo, unë po shikoj orën her pas here, sepse do duhet të çohem. Të vazhdoj Teuta, shumë dashuri për ty. Ma përshëndet Altinin edhe vajzat. Teuta është këtu që në 2020. Edhe kam shumë mirënjohje dhe dashuri për ata që janë që nga fillimi këtu, sepse kemi bërë këtë rrugtim bashkë, kemi rritur bashkë. Atëherë Anita thot, unë i kam dëgjuar të gjitha videot që i ke hedhë në YouTube, më ke ndihmuar shumë, pastaj kam arrit shumë gjëra të bukura në jetë, faleminderit nga ty. Faleminderit shumë e dashur, edhe të gjithë ju që doni të mësoni gjermanisht, shkoni te Anita, se shikoj që ka një faqe që mëson, që ndihmon njerëzit të mësojnë gjermanishten. Doni tani 5 minuta në fund nëse ofroni keni një faqe biznesi, apo keni diçka që doni ta promovoni këtu live? Sepse kjo video do ruhet, edhe unë mund t'ju përmend emrat e bizneseve tuaja që të ngelet këtu edhe t'i bëni vetes tuaj një farë promovimi. Unë po pidhe pak kafe, kështu që jepi, shkrepe, nëse keni biznes, faqe që doni ta promovoni, këtu keni njerëzit e duhur, energjia juaj që nuk gjykojnë, janë shumë të dashur, kështu që jepi, shkruaj. E unë do e përmend, shpresoj që ta them sakt emrin e faqes. Kur do vish në Kosovë, në Pej? Në Kosovë kam shumë dëshirë të vi, të them të drejtën, por të doja ndonjë resort në një vend me borë, presim edhe pak. Jo për ski, se nuk është gjëja ime e preferuar të bëj ski, po thjesht sauna, jacuzzi, jashtë zhbor, këto gjërat janë gjëja ime. Anisa thot përshëndes nga Fieri, shumë dashuri për ty edhe të gjithë ata që më ndjekin nga Fieri. Se u bëra si jeni çobani, përshëndesim gjithë shqiptarët e Fierit. Atëherë, Nobel Flower, bëj lule me dorë. Ndiqeni Nobel Flower, thjesht për ta suportuar, ndoshta edhe për të porositur ndonjë gjë, pse jo. Tjetër, Aloe Vera by Forever. Tjetër, hajde bizneset, faqet, suportoj njëri tjetrin, forca. Komentoni këtu, dilni nga guaska, ekspozoni aty jashtë, shfaqeni veten, lejo bollukun dhe energjinë të vitë ty. Resin Art Kela ofroj dhurata të personalizuara për çdo që dëshiron diçka të veçantë. Shumë suksese e dashur, Resin Art Kela. Fatime thot të përshëndes Jona nga Kosova, je dashuri, i përshëndes të gjithë në Kosovë. Përshëndetje nga Berati, përshëndes të gjithë në Berat. Si të qetësohemi, thot. Përshëndetje nga Mali Zi nga Podgorica, i përshëndes që të gjithë. Po si ka mundësi më nga të gjitha vendet, Trëndafilat e mia. Unë krijoj trëndafila handmade të punuara me dorë. Trëndafilat e mia dhe ka një fotoprofili me trëndafila dhe një të, kështu që ndiqeni faqen. Amar Shop, shkoni ndiqeni. Përshëndetje nga Vjena, Vjena, më ka marrë malli për shumë gjëra të Vjenës.
por jo për motin jam mirë këtu, ja tregova se si po e pi kafen tani në diell, duke parë detin. E ka shkruar gjermanisht faqen e dashur, po si ku di unë ta vendos tekstin siç duhet. Jo, nuk e lexoj se do rri tani të bëhem unë meme këtu në live. Jo, nuk e lexoj dot. Ma shkruaj në shqip apo diçka që ta lexoj me kollaj, se s'di ta lexoj gjermanisht. Dhe meme. A marr shop personal shopper nga Barcelona. Sa ide interesante. Unë kam nevojë për ty, se unë si ja them fare për këto kombinimet e leckave. Të më bësh një 2-3 veshje të mira, të më marrësh andaj mi dërgom, pse jo. Ariola thot, unikal koncept teatr, piktur dhe aktivitete për çdo mosh. Elbasani është dashuri, dhe them kam bashkëpunuar me shumë librari para 3 vitesh, kur nxora librin e parë dhe një ndër librarit me njerëzit më pozitiv ishte në Elbasan. Elbasani është dashuri, përshëndes të gjithë nga Elbasani. Si ti qetësojmë nga mendimet obsesive, manuali mendimit pozitiv, është libri verdh i vogël që më tha Gjeni që e mbante xhepi. Tjetër, Network Marketing Eriona. Marsida Glow. Ju përqafoj nga Bergamo, theksin, mire thash? Ela, shumë dashuri për ty dhe të gjithë që jeni në Bergamo, në Itali në fakt. Prishtina, shumë dashuri, po pra, e thash për Kosovën, e dërgova dashurin. Noble Flower Cutter, ndiqeni faqen. Mirëqenia femërore, qëndrojmë të kjo faqe, e njoh këtë vajzë kush është. Po ti e dashuri. Unë e njoh këtë vajzë, nuk do ja them emrin. Për momentin do themi vetëm mirëqenia femërore, gjithçka rreth femrës, energjisë femërore. Është një zonjë që nuk e keni iden. Shkoni, ndiqeni, kam pasur trajnimi për te limiteve, po çfarë energjie të pastër ka, po çfarë lufte ka bërë ajo që ta mbajë energjinë të pastër. Kështu që mirëqenie femërore, ndiqeni faqen. Atëherë Lodra Logopedike 2025. Sa po mendoj që kjo faqja dhe e bëri komentin dhe më vjen mirë. E shpresoj mos më bëshëm follow pasi të përmenda faqen këtu. S'ka problem, se bëj shaka, se kështu më kanë bërë shumica. Atëherë Lodra Logopedike të përdorura, një mundësi për çdo fëmijë, është ide shumë e bukur kjo. String Art 10. Sa shumë reklamime po bëni, bravo. BK Style Fashion. Vendosini emrat e faqeve sa më të thjeshta, si në rastin e tillë që unë t'i lexoj ty ose kur njerëzit të shikojnë ta kenë kollaj. A ka në Amazon? Po, transformoj jetën tënde është në Amazon. Mirëqenie femërore thotë je dashuri o jona, edhe ti je shumë dashuri. Kështu që shumë suksese të gjithëve që guxoni dilni nga Guaska. Unë bëra maksimumin sa mund ta në 5 minuta që të përmend faqet tuaja. Zoti është me të gjithë ne që guxojmë, Zoti është me të gjithë ne që japim dashuri, asgjë nuk ikën aty jashtë, kthehet gjithmonë te ne. Edhe unë ju dërgoj shumë dritë dashuri dhe jam shumë mirënjohëse për ju me gjithë shpirt. Sot më ka shijuar në maksimum kjo kafja me ju, sikur isha e rrethuar nga gjithë këta njerëz që vërtet ma kuptuan shpirtin. Do jem këtu më shpesh për live-et, për bisedat që ne do bëjmë, për programet e reja. Edhe ju dërgoj shumë dashuri. Kaq kisha. Doni të merrni libra, do e vlerësoja shumë. S'doni të merrni, pa problem, unë do jem vazhdimisht këtu për ju. Ndërsa për ata që do e ndjekin më vonë këtë live, e di që nuk arritet ta ndiqni live, por unë e ruajta vetëm për ty që ta ndjekësh. Vetëm në rast se nuk ma ruan Instagrami, vetëm atëherë nuk e di çfarë do bëhet, por unë do tentoj që ta ruaj. E mbyllim një ditë të mbarë për të gjithë. Kalofshi sa më mirë.